një shqiptarofobi, si thot zoti Ukshini, apo jo? Dhe a mundet që kjo çështje pra të tensionojë marrëdhëniet ndëretnike? Pa romantizëm fare, ka tentativa për të i mbajtur shqiptarët sa më të varfër dhe sa më të pafuqishëm ekonomikisht dhe sa më të papërfaqësuar në institucione. Dhe nëse do ketë të tilla akumulime emocionale në Maqedoni, sigurisht që do të ketë probleme dhe konflikte civile. Më e mira për Maqedoninë është që të dy palët të pranojnë për shtetin e konsensusit, shqiptarët e kanë pranuar shtetin e konsensusit, pala tjetër Maqedone thot nuk e pranojmë shtetin e konsensusit, sepse ne kemi frikë që shqiptarët demografikisht rriten, pasurohen, shkollohen, vetëdisohen, dhe na prish punë sepse na prish balancat e dominancës, pra duan t'i mbajnë shqiptarët sklevër dhe vasal, por nuk mund të vazhdoj gjithmonë e njëjta gjë. Shqiptarët kanë dalë, kanë punuar, janë shkolluar dhe tani kërkojnë atë çfarë ju takon me një lloj vetbesimi psikologjik. Sot ju takon të jenë shtetas të barabartë në Republikën e Maqedonisë. Pse nuk u duhet dhënë kjo? Dhe nëse personat përgjegjës, këta zotrit të cilët e kanë ideuar Maqedoninë kështu, si një shtet të këtij formati dhe të atij territori, nuk veprojnë shpejt për t'ju bërë të qartë palës maqedonase që nuk mund të vazhdoj ky model shteti, por duhet një shtet i konsensusit dhe i gjithë përfshirjes, shqiptarët nuk kanë pse të pranojnë të jenë viktima, apo nuk kanë pse të pranojnë shkeljen dhe atë segregimin institucional, financiar, edhe moral edhe social në Maqedoni. Ajo vetë-vetiu dhe natyrshëm do të shkojë drejt të konfliktit dhe drejt reagimit, sepse nuk ka popull që e mbajnë. Pra paqja ballkanike, që thonë të nderuarit zotërit e Brukselit dhe Washingtonit, nuk mund të jetë një thes me gur, të cilin e mbajnë në shtëpinë vetëm shqiptarët. Duhet shpërndar, duhet ta mbajnë edhe maqedonasit, edhe serbët, edhe grekët, të gjithë ata që janë përgjegjës dhe kontributorë në Ballkan. Nëse mendohet se paqen ballkanike do ta mbajnë në shtëpinë si barr vetëm shqiptarët dhe do të jetë me kosto për shqiptarët nuk do të kenë asnjë interes për këtë lloj paqe, se është një paqe e palevërditshme për ne. E kuptoj, Zekthi, që të bëj një xhiro të fundit para se të shkojnë në reklamë.